Përshëndetje të dashur miq, unë jam astrologe Denisa Shyle dhe ky është kanali im YouTube-it, tek i cili mund të gjeni shumë video në lidhje me ndikimet e ndryshme astrologjike, si në lidhje me ndikimet planetare, po ashtu edhe ato periodike. Për të më mbështetur, mund të regjistroheni tek ky kanal, mund të përgjigjeni videot, të shkruani komente, si dhe në qoftë se dëshironi të merrni informacione në lidhje me videot e ardhshme, atëherë mund të hapni dhe njoftimet, të cilët është ajo zilja që shikoni në ekran. Tonë se këto video janë shumë të detajuar, e di që keni nevojë edhe për informacione për jetën tuaj personale. Të gjitha pyetjeve tuaja mund t'i japim përgjigje duke bërë analizën e hartës tuaj personale. Për të prenotuar këto shërbime, mund të më kontaktoni nga numri WhatsApp-it që shikoni në ekran. Ju lutem më shkruani sepse është e pamundur që t'i përgjigjem të gjitha telefonatave. Dhe po kalojmë njëherë tek tema e ditës, që është parashikimi javor për javën nga 20 deri në datën 26 korrik. Kjo është një ndër javët me ndikimet më të ngjeshura. Kemi të gjithë planetet pothuajse aktiv. Kemi 3 ngjarje shumë të rëndësishme planetare. 1. Mbarimin e retrogradës së Mërkurit është në datën 24. Kjo është një ndër ndikimet më të pritura, më të mirëpritura të kësaj periudhe, duke qenë se kjo retrogradë e Mërkurit ka qenë vërtet shumë e vështirë. Kemi një ndikim tjetër që është shumë i rëndësishëm, edhe ky është kalimi i diellit tek shenja e radhës, që është ajo e luanit, të gëzuar ditëlindjen, të gjithë atyre që kanë lidhur me këtë shenjë. Do të jetë në datën 22, por duke qenë se është vonë në orën 9:13 të mbasdites, pra në orën 21:13, do të fillojmë që të ndijmë pak më tepër ndikimet e diellit të vendosur tek shenja e luanit, tek shenja ku drejton pra, duke filluar që nga dita e njëjtë e tutje. Kemi edhe një ndikim tjetër që është shumë i rëndësishëm, që gjithë javën Saturni është shumë i ngadalësuar. Këtë përmend edhe javën e kaluar që do të ishte shumë i ngadalësuar, ndërkohë që ditën e shtunë do të ndaloj përpara retrogradës së tij, e cila do të fillojë ditën e diel, pra datën 26 korrik. Siç e vini re, kjo është një ndër javët më të ngjeshura, sepse ka dhe shumë ngjarje të rëndësishme. Por nga ana tjetër kemi edhe të gjithë planetet aktiv, siç e përmenda në fillim. Planetet jashtëm, të cilët janë ata përtej Jupiterit, duke përfshirë këtu dhe Jupiterin, kanë në përgjithësi një konfigurim pozitiv që është quajtur edhe shporta e Bardot. Në të vërtetë janë të gjithë planetet të cilët kanë këndë krijojnë një formë shporte, dhe thuhet që do të ketë një ndikim shumë të rëndësishëm pozitiv ose thyrje në rendit. Të vërtetë e kam përmendur edhe tek videoja që bëra për hënën e re tek shenja e Gaforës, që mund të gjeni tek ditja sapërkatëse. Ky është një ndikim që prek masat, prandaj dhe në aspektin personal ne mund ta perceptojmë pak më të ngadalësuar ose mund ta perceptojmë më vonë, por mund të vëmë re ndryshime tashmë në mënyrë se si ne i zhvillojmë ngjarjet, se zhvillojmë jetën tonë. Ka metodë marrëdhënie që kemi me njëri tjetrin do ndryshojnë. Kur themi marrëdhënie me njëri tjetrin, bëhet fjalë më tepër për grupime, që ndryshimet që kanë ato në marrëdhënie me njëri tjetrin. Këtu bëhet fjalë edhe në lidhje me ndryshimin e udhëheqjen, bëhet fjalë edhe në lidhje me ndryshimet e ecurisë së shoqërisë apo të evoluimit të saj. Në të vërtetë unë e them shumë shpesh që çdo gjë ndodh në të mirën tonë, por procesi gjithmonë mund të bëhet pakës problematik ose mund të jetë në vartësi të individit. Gjatë kësaj javë, siç e përmenda, të gjithë planetet e jashtëm, pra duke filluar nga Jupiteri, do të kenë kënde relativisht pozitive me njëri tjetrin, por nga ana tjetër planetet personal mund të them që kanë të kundërtën. Kemi një kënd negativ midis Marsit dhe Venusit gjatë gjithë javës. Këta të dy mund të shkaktojnë vërtet probleme në marrëdhëniet që kemi, marrëdhëniet tona personale, sidomos ato sentimentale. Mund të shkaktojnë edhe dëme në të ardhurat materiale, sidomos në shpenzime apo në tejkalimin e masës tek ajo që investojmë. Kjo mund të thotë që mund të jemi më tepër të fokusuar për të përjetuar luksin, se çfarë mund të kemi mundësi për të akumuluar, që mund të shkaktojë dëme të rëndësishme në mirëqenien tonë. Nga ana tjetër, i njëjta temë mund të prek edhe marrëdhëniet tona personale, duke qenë se marrëdhënia midis mashkullit dhe femrës, energjisë femërore dhe asaj mashkullore, në këtë moment është pak e sfiduar, mund të kemi më tepër keq kuptime. Mërkuri do të mbarojë retrogradën e tij, por do të vazhdojë që të jetë shumë i ngadalësuar edhe pas kësaj. Si rrjedhoj, mund të vazhdojmë që të kemi keq kuptime, komunikimi mund të jetë pakës më i vështirë, dhe mbi të gjitha njëjti Mërkur tashmë do të fillojë të krijojë një kënd negativ me Saturnin. Që do me thënë,
mund të shmangemi përgjegjësive tona ose mund të mundohemi që t'ja kalojmë ato personave që kemi rreth rrotull, si rrjedhohet të gjitha marrëdhëniet, të gjitha llojet e marrëdhënieve. Vërtet në këtë rast mund të jenë të sforcuara. Ndikimi më i rëndësishëm i kësaj jave do të jetë padyshim kalimi i diellit tek shenja e Luanit. Dielli do të kalojë tek shenja e Luanit në datën 22 korrik, ditën e mërkurë, siç e përmenda më përpara, do të jetë në orën 21:13. Duke qenë se dielli është drejtuesi i shenjës së Luanit, kjo është një ndikim vërtet shumë më pozitiv, na bën të ndihemi shumë më tepër optimist për çastin që kemi ndaj jetës tashmë, është më tepër e marrim çdo gjë me më tepër lehtësi, fokusohemi tek ana pozitive e gjërave dhe si rrjedhoj e kemi edhe pak më të thjeshtë të menaxhojmë situatat edhe nëse ato janë të vështira. Ndikimi tjetër që edhe ky është pozitiv është mbarimi retrogradës së Mërkurit. E thash që ky është një ndikim shumë i mirëpritur tashmë. Mërkuri ka qenë në retrograd që nga data 29 qershor dhe në datën 24 korrik më së fundi kjo retrograd mbaron. Mbarimi i kësaj retrograde për ne shënon edhe mbarim në një periudhe ku përballemi me shumë probleme që vijnë nga e shkuara, probleme familjare, si dhe në të njëjtën kohë probleme themelore, sepse shenja e Kaforës në të vërtetë do të thonë dhe themelet apo dhe rrënjët tona, si edhe mund të jemi përballur edhe me shumë situata që mund të kemi haruar, mund të jemi përballur me anë tona me të cilat nuk kemi pasur fuqinë apo edhe guximin që të përballeshim përpara. Gjatë këtyre retrogradave Mërkurit na detyruar që të përballemi me të gjitha këto lloj situatash. Por për fat të mirë tashmë të gjitha këto mbarojnë. Kemi një kusht që të fillojmë të ndërtojmë jetë më të shëndetshme pas kësaj, është të mbyllim patjetër të gjitha tematikat problematike që i ka rihapur kjo retrogradë e Mërkurit, qoftë se nuk duam që t'i përsërisim ato ose të përballemi përsëri me to gjatë retrogradës së Mërkurit do të jetë në nëntor. Kjo është një retrogradë apo dhe vazhdon që të jetë një retrograd vërtet shumë e vështirë, arsye që ishte vështirë siç e thash sepse u përballem komplet me jetën tona, të cilat ishin rrënjësore në jetën tonë. Dhe si rrjedhoj mund ta kemi pasur pak më të vështirë për ta menaxhuar situatën, shkakton ndonjë farë mjegullimi në mendjen tonë, na bën të më të shpërqendruar. Dhe gjatë kësaj javë për fat të keq, një njëjtë ndikim do të jetë i vazhdueshëm edhe pasi të mbarojë retrograda e Mërkurit, duke qenë se i njëjti Mërkur do të ketë një kënd negativ me Saturnin që përmenda edhe pak më parë. Kur Mërkuri ka një kënd negativ me Saturnin, na shton shumë papërgjegjësi. Nga ana tjetër, na e bën shumë të vështirë që të mbahemi një rregulli. Prandaj dhe që t'i lëmë rregullat në lidhje me jetën tonë, në lidhje me punën tonë pak më fleksibël, do të ishte më këshillueshme gjatë kësaj jave. Në këtë mënyrë nuk do të ndihemi dhe aq fajtor, do të kemi edhe mundësi që të marrim jetën tonë ose të zgjidhim edhe problemet që na dalin rrugës. Do të këshilloj që të lini dhe pak më tepër kohë për të shplodhur, duke qenë se në këto momente vërtet që trupi jon mund të ndihet pak më i lodhur. Kjo është më tepër vlefshme derisa dielli të kalojë tek shenja e Luanit. Pas asaj mund të kemi pak më të thjeshtë sepse energjia do të rritet. Pra, duke filluar nga dita e institutit do të jemi tashmë në një energji më të lartë. Kemi një ndikim vërtet shumë të rëndësishëm, edhe ky për fat keq është negativ, kalimi i Saturnit në retrograd. Saturni do të jetë shumë i ngadalësuar gjatë gjithë javës, si edhe koha mund të mos na mjaftojë për asnjë gjë. Por siç e thash, edhe të bëjmë shumë plane nuk është e këshillueshme sepse gjithsesi nuk besoj se do të jemi shumë të aftë që të përmbahemi atyre. Prandaj duhet të lejojmë kohën që të rrjedhim në ritmin e saj dhe të bëjmë vetëm gjërat që kemi të domosdoshme ose jetësore. Saturni do të ndalojë ditën e shtunë pra pikërisht në ditën e tij. Kjo do thotë që planeti karmave do të na vë edhe një herë përpara përgjegjësive. Do të jemi të detyruar që të përballemi me të gjitha vendimet që kemi marrë deri në këtë moment, sidomos duke filluar që nga muaji prill e këtej. E njëjta retrograd në të vërtetë do të detyrojë që edhe të zbogulojmë peshën tonë, pra të heqim nga kurrizion të gjitha gjërat të cilat janë të panevojshme. Në të vërtetë, të gjitha ndikimet që kemi gjatë kësaj jave po na tregojnë që tani tutje do të na duhet që të lëvizim shumë më shpejt, prandaj sa më lehtë që të jetë bara jon, aq më të thjeshtë do ta kemi. Dita më e vështirë e kësaj jave, duke se është dita e martë, gjatë kësaj dite do të kemi kënd të vështirë midis Hënës, Jupiterit, Plutonit dhe Shironit, prandaj dhe mund të them që është një nga ditët të cilat do kemi pak më të vështirë për ta menaxhuar. Duhet të veprojmë pakës më të matur, dhe duke qenë se përqendrimi do të jetë edhe i ulët, duke qenë se Hëna do të jetë në zbrazë të tij, sidomos gjatë orës 13:05 deri në orën 15:35.
Kjo më thotë që jemi edhe pak më të hapur ndaj incidenteve, mund të shkaktojmë dëm me vetes tonë e të tjerë, pra të gjitha të zakonshme që na jep hëna në zbresti, pra unë përqendrimin. Si rredoj që të sa ditë do të jemi vërtet shumë të matur, mundësisht të lejojmë kohë vetes tonë për të shplodhur dhe për të marrë veten, për ta perceptuar mirë situatën ashtu siç është. Në këtë mënyrë e kemi edhe pak më të thjeshtë për ta shmangur. Për të gjitha udhëtimet të cilat I keni planifikuar gjatë ditës së martë, do të këshilloj që të merrni masa dhe nëse mundeni ta shmangni intervalin që përmenda pak më përpara, do të këshilloj me ngurën që ta shmangni atë. Ndërkohë që dita më pozitive e javës, duke se është dita e premte, pra data 24 korrik, Mërkuri do të ketë mbaruar tashmë retrogradën, sepse mbaron që në orën 00:58 të mëngjesit, pra. Dhe kemi edhe kënde pozitive të shumë planeteve gjatë asaj dite, kemi një mbështetje vërtet shumë të madhe, do të kemi një trekëndër zjarri që krijohet. Normal që kjo krijon temperatura të larta vërtet, por nga ana tjetër na bën ne shumë më tepër aktiv. Gjithsesi, por përsëris Mërkuri do të vazhdojë që të jetë I ngatërsuar gjatë asaj jave, prandaj dhe të jemi të matur në çdo lëvizje që bëjmë, është e këshilluar gjithë aktivizëm që kemi, mund ta drejtojmë drejt kreativitetit, të mundohemi që të prodhojmë në vend që të jemi aktiv fizikisht, pra të lëvizim shpejt, sepse çdo lëvizje për shpejtuar gjatë asaj jave mund të na shkaktojë dëme. Këto ishin të gjitha ndikimet që kishim gjatë asaj jave, si ato të përgjithshme, po ashtu edhe tek shenjat. Shumë faleminderit që më ndoqët, mos harroni që të më ndiqni edhe te kanali I YouTube-it. Të pëlqeni këtë video dhe mos harroni që të bëni edhe komente. Nëse keni sugjerime për video të ndryshme, edhe ato mundem të marr. Faleminderit dhe mirupafshim.